dhe drejtorët e PDK-s, në faqen e partë PZK-s janë emrat e gjithë drejtorëve. Ku kemi kërku tash veç për sqarim të publikut jeta. Faleminderit Besion që e konfirmove, do të thotë nuk kanë qenë fillimisht pastaj dekonfirmova. S'është e vërtetë që kemi votu Badovcin, jemi shumë krenar që kemi votu Kalabrin. Në listën e Lidhjes Demokratike të Kosovës është njëri prej djali i njërit prej ndërtuesve më të mëdhenj të komunës Prishtinë. Sinqerisht mund të jetë ajo, por nuk e kam këtë informacion se kush është djali i kujt. Musmorati tha që lëvizja vetëvendosje ka qeverisë në një grup me Lidhjen Demokratike të Kosovës për 25 vite, du me theksu që lëvizja vetëvendosje ka qeverisë në Prishtinë 5 vite. Në kohën kur hyen shumë të leje. Ndërkohë që pjesë e kësaj PZK-s për cilën po flasim e që është e dëmshme ashtu si që tha zonja Musmorati, janë edhe drejtorët e PDK-s, në faqen e partë PZK-s janë emrat e gjithë drejtorëve të PZK-s. Ku kemi kërku tash veç për sqarim të publikut jeta, është e vërtet, të gjitha emrat tonë janë aty, sepse ne në atë ku kemi qenë drejtor, edhe çfarë kemi dhënë si drejtor janë inputet e gjendjes ekzistuese, pra unë si drejtorisht e arsimit kam tregu sa shkolla janë në Prishtinë, sa qytete janë në Prishtinë, kështu që kaq ka qenë inputim në këtë dokument. Faleminderit Besion që e konfirmove, do të thotë ta nuk kanë qenë fillimisht dekonfirmova. Nuk kanë qenë nuk kanë qenë fillimisht kundër PZK-s, mirë, po kur kanë dalë prej koalicionit, e ka pa që PZK-ja s'ka ka bash qysh do. As kjo nuk është e vërtetë, sepse do të thotë është e pavërtetë, prandaj më duhet të replikoj, sepse kemi pas që nga fillimi kemi pas dallime në mënyrën se si jemi qas PZK-s, dhe kemi bërë përparim Roma që nuk do të votojmë dokumente për cilat pajtuame për dallim prej lëvizjes vetëvendosje që për shembull ka votu Badovcin. Mos me u pajtu me diçka, edhe planin e Kalabrisë. Mos me u pajtu me diçka nuk është në rregull që me figuru emrat e drejtorëve dhe nënkryetares. Ta tregova në çfarë kitë drejt ligjore që me kërku me utërjek emri, neve dhe në draftet e fundit që na kanë ardhur para disa muajsh shndrojnë emrat e juaj aty. S'është e vërtetë që kemi votu Badovcin, jemi shumë krenar që kemi votu Kalabrin. E keni votu Badovcin, pastaj e një të rrejë, sepse i keni rrojë pëshmën. Edhe shumit që i keni rrojë pëshmën. Pritvish pak replik lidhur me qëto kërkove Sokol, mandej gzim. Po, ka dole, se ti keni tem të re, lidhur me Besionën e ka një replik. Për zhëkë është, apet po besoj që po do të më këthyjt e ndërtust. Vazhdoj me qëndru përgjigjës që për aqë sa e dijune asnjë nuk është në listë. Kështu që ta kujtojt nëse është. Ka dalë veç pak Sokol, urno pra gzim. A din ti për në një që është? Po besoj që, po shpresoj që është i sinqert, po nuk është kështu. Në realitet, në listën e Lidhjes Demokratike të Kosovës është djali i njërit prej ndërtuesve më të mëdhenj të komunës Prishtinës. Numri 55, Etnik Mustafa, është i biri i pronarit kompanisë Beni Dona, që jo shumë larg prej këtujt, ma pak se 1 kilometër, me të ardhur në pushtet Lidhja Demokratike dhe Partia Demokratike, ka pas një mbindërtim 4-5 kaç, cilin e kemi denoncu, i cili mbindërtim fillimisht na është pranu nga drejtori inspektoratit, por pastaj është kamuflu gjëja që ka qenë mos rregullim në rregull me drejtorinë e urbanizmit. Veç pak, Sokol? Sinqerisht, mund të jetë ajo, por nuk e kam këtë informacion se kush është djali i kujt. Jo, nuk e kam këtë informacion, nuk e di unë kush është djali i pronarit Benidonës. Por, edhe në këtë situatë, pra po thëmë se kjo ndërlidhet edhe me vetë planin zhvillimor komunal. Për faktin që është një ndërtues, ose një biznesmen tjetër, ose një profesionist, ose edhe një ekonomist, si kur që është puna ime, kjo nuk do të thotë kur gjë të keqe, përkundrazi mund të ketë kontribut shumë pozitiv në kuadër të asamblesë komunale. Mund të ketë kontribut shumë esencial, ndërsa për sa i përket diskutimit të planit zhvillimor komunal të kryeqytetit prapë po e ripërsëris, ne kemi insistu që të hapet diskutimi, ndërsa po më vjen mirë që njëjtat fjalë po i thojnë edhe kolegët që si të fillon mandati i ri, ku vendi komunal ka më përfshi në kuadër të diskutimit. Sepse është një zëtim publik, edhe këte kemi thonë për gjatë gjithë kohës.
të përfshihet ekzekutivi, asambleja komunale dhe çdo qytetar në diskutimin e dokumentit më të rëndësishëm të kryeqytetit. Okej, faleminderit. Gzim. Replika që e bëra kishte për qëllim veç sinqeritet në raport me qytetarët. Do të thotë, jo që kemi ne diçka në raport me personin në fjalë, kemi me ndërtuesin kur ndërton pa leje dhe jashtë planifikimit, ndërkohë që përsëris atë që Veç janë ndërmarr masa në 10 raste. Kërkoj falje për ndërhyrje. Atë që thash që Prishtina nuk bëhet pa ndërtues, vetë se ndërtimi duhet të jetë i planifikuar dhe i kontrolluar.